9 vjet pas aksidentit të tmerrshëm në të cilin klubi i vogël brazilian i futbollit Chapecoense u shua pothuajse tërësisht pas aksidentit tragjik me aeroplan, ekipi ka arritur të rikthehet në radhët e elitës së futbollit brazilian. Aksidenti ajror në vitin 2016 mori jetën e shumicës dërmuese të ekipit, stafit të trajnerëve, menaxhmentit të klubit dhe gazetarëve, gjë që la një shenjë të pashlyeshme në klubin e vogël dhe qytetin e Chapecos. Pikërisht 10 vjet më vonë, në vitin 2026, Chapecoense do të luajë në Superligën e Brazilit për herë të parë pas një aksidenti të rënd, pasi skuadra fitoi ngjitjen dhe vendosje në renditjen elitare. Vitet që pasuan aksidentin ishin më të vështirat në historinë e këtij klubi të vogël. Ata ishin në buzë të humnerës dhe mbylljes, ishin në prag të rënjes nga kategoria disa herë, por Chapecoense i duroi të gjitha dhe u rikthye aty ku i takon. Pavarësisht problemeve të shumta financiare, klubi u rikuperua. Në dramën e madhe të ndeshjes së fundit të serisë B në Brazil, ata arritën të poshtin ekipin e Atleticos në fushën e tyre me rezultatin 1-0, duke siguruar kështu vendosjen në Serinë A nga pozicioni i tretë. Goli vendimtar u shënuar nga Walter Klari, i cili shënoi nga pika e bardhë në minutën e 45 dhe kështu konfirmoi kalimin e ekipit të tij në renditjen elitare me vetëm një pikë më shumë se Criciúma dhe Goiás, ekipet që mbeten në pozitat e 5 dhe 6. Për tifozët e qytetin e Chapecos, kjo është më shumë se sa thjesht një arritje sportive, është një simbol i rezistencës e një komuniteti që refuzoi të përkufizohej nga tragjedia dhe i një klubi që u ngrit nga hiri për të rimarrë vendin e tij midis elitës së futbollit brazilian. Kujtojmë si një aksident i tmerrshëm ajror ndodhi më 28 nëntor 2016 kur lojtarët e futbollit të Chapecoense po fluturonin mbi Kolumbi për në Bolivi. Aeroplani u rrëzua pranë Medellin në Kolumbi, duke mbetur të vdekur 71 nga 77 personat në bord. Vetëm 6 persona mbijetuan, përfshirë 3 lojtarë: Alan Ruschel, Jackson Follman dhe Neto. Pas asaj goditjeje të rënd, skuadra arriti të rindërtohej përballë vështirësive. Atyre ju desh të fillonin shumë gjëra nga e para, por që nga i vite tutje, ata nisën një rrugë që i çoi nëpër periudha të caktuara drejt Serie A në Brazil.